Përshëndetje. Përshëndetje. Qa po bëni, qa keni, qa Kjo video sot është në gjuhën shqipe, sepse shumë na pyesin nëse Alesja di shqip. Jo, s'di. Edhe Këtu flokët duken shumë keq, duken orange. Të me thënë portokalli quhet. Portokalli, po. Ju tregonin pak kështu se çfarë ka ndodhur kohët e fundit me neve që kemi lënë Gjermaninë dhe kemi ardhur këtu në Itali. Po. Do më thëmë qofse më pyesni mua që a do të kthehesh pranë në Gjermani? Jo, do thot. Jo. Mos më pyesni pse. Gjermanin do ta lej tani për gjermanët. Po. Edhe mos ofendoni ju shqiptarë që jeni në Gjermani që thoni, do ta shikoj se atje është kështu e kështu. Nuk e dua. Se dua. Mbaje vetë. E ka jetën shumë e mirë. Pse e kam të mirë? Se ka shoqë, nuk e kishte në Gjermani, dhe në Shqipëri nuk ishte, vetëm këtu e ka. Nuk ishte në Shqipëri? Ja, Po gjithë tjetër. fake. Pastaj, Fake shoqe? po shumë fake shoqë. Pse? Bëjnë si. Po bëjnë si të duan, apo pastaj kështu ta futin thikën mrapa. Edhe po. Është dhe në Gjermani, i soj, këtu janë gjithë shumë mirë, apo tani, nuk e dim qa po ndodh, apo deri tani janë shumë të mira. Dhe ato kalamajt gjithë. Fëmijët shumë të mirë. Po, dhe lozën me Ilarjen, e duan Ilarjen shumë, dhe më duan mua. Thonë gjithmonë që jam aq e bukur, faleminderit shumë. Kemi diell. Se nuk dini, ne ishim Shqipëri edhe pastaj kur erdhëm, ne arritëm prap në diell. Sa ndjenjë e bukur, se gjithmonë kur ikëm në Shqipëri në Gjermani, po pastaj qafëm prap se shiu erdhi është ftohtë, edhe tani e kemi soj. Edhe arritim shpejt ke nana dhe gjyshi, tani tiki dhe vetëm kështu shpejt për 3-4 ditë, rrit qik me nanën dhe gjyshin edhe vi prap këto në Itali. Se nuk është aj shtrenjt. E pëlqejmë shumë këto. Qa lyer tani po s'ka që... Apo mirë se je la. Po, se pa la do rrim. Ju përshëndesim. O tani është i qik.